Unë kam kënaqësinë më të madhe sot me prezantu Dafina Zeqirin, një artiste mrekullueshme shqiptare, që na reprezenton në skena botërore me muzikën e saj, e cila është faktikisht stimulon kreativitet tek tri ton, vetbesim tek tri ton, fol për tema të ndryshme që janë pjesë e shoqërisë, që janë pjesë ku flet për dashurin, për barazin. Se sonte është koncerti i parë, dita e parë e koncertit Supernova, e nesër do t'jetë dita e dytë e koncertit Supernova, ku Dafina me originalitetin e saj e inspiron një gjenerat të tërë, prandaj faleminderit shumë Dafina për punën e mrekullueshme që bën. Pa juve nuk ish bo kjo ëndër realitet, se kjo është një ëndër tjetër e imja. Ëndra e parë u kanë më rikëthy në Kosovë, me bo muzikë të mirë, me kontribu për rinin. Ëndra e dytë është që kjo Supernova Show edhe nuk kishte qenë e mundshme pa mbështetjen e komunës, pa mbështetjen tënde dhe ekipes tënde të mrekullueshëm, të cilët ju falenderoj për zemërsisht, se pa juve Supernova would be cancelled, fatkeqësisht, kështu që kam emocione edhe pse po të falenderoj ty për zdyti që edhe qito emocione mi ki zbut për koncertin e parë sonte edhe nesër.